vërtet kompanitë publike janë, mund me thënë, në shifra minimale, nuk di me thënë 1%, që janë të inspektume, si që rasti i Keku tash. Kemi tentu dhe me kap këtë tempo, vërtet nuk e kemi bisedu këte, pse kompanitë publike nuk i zbatojnë të ligjë, se pse nuk i inspektohen. Mu vje mirë që kemi sot dhe një përfaqësues nga inspektoriatik, ushtues detyrës të kryeinspektorit, që vërtet kompanitë publike janë, mund me thënë, në shifra minimale, nuk di me thënë 1%, që janë të inspektume, si që rasti i Keku tash. Edhe kjo rasti që ka ndodhur në paraprakisht tash do thotë është një mungesë e një ndoshta të pajisja, që mund të jetë shumë banale, ku thotë sa kuptova tash këtë rast, edhe unë për shpej ngushëllim me familjet për këtë rast, po kamioni nga mrapa, do thotë mungesë ndoshta një pjesë akustike që quhet mrapa, një sinjal akustik, mund të shkon një vdekje. Veglat janë të vjetra, pajisjet të demoduara, nuk ka investime në këto ndërmarrje publike as pak, po na nuk folim për to se dyqysh menohet që me inspektu shteti vetën do këtë keq, apo? Pikrisht është kjo. Pikrisht është kjo, nështë ma shumë kishtë me folë dhe veselin këtë rast, pse nuk inspektohen të kompani publike?